Prokuroria publike ka kërkuar arest shtëpiak për gjykatësin e apelit Gjoko Ristov, pasi në shtëpinë e prindërve të tij u gjetën 350.000 euro të fshehura në mur, ku ai dyshohet për korrupsion. Sot prokurori i Lëndës e intervistoi gjykatësin e dyshuar dhe i paraqiti provat e mbledhura, mbi të cilat bazohet dyshimi i arsyeshëm se ai ka kryer veprat për të cilat ngarkohet, informoi prokuroria. Duke vlerësuar kushtet objektive që duhet të plotësohen për caktimin për sigurimin e pranisë, si dhe kushtet subjektive që e justifikojnë atë. Prokurori i çështjes i dorëzoi gjyqtarit të procedurës paraprake në gjykatën themelore penale në Shkup propozimin që ndaj të dyshuarit të caktohet masa e arrestit shtëpiak. Përveç kësaj mase, është propozuar gjithashtu caktimi i masës së kujdesit, konfiskimi i përkohshëm i pasaportës ose ndonjë dokumenti tjetër për kalimin e kufirit shtetëror. Më 18 janar 2026, Prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka gjetur 350.000 euro të fshehura në mur në shtëpinë e prindërve të gjykatësit të apelit nga Shkupi Gjoko Ristov, të cilat dyshohen se i përfitoi me korrupsion. Para 2 javëve është bastisur edhe banesa e Ristovit në Shkup, por nuk është gjetur asgjë dyshimt. Para 1 jave, ai u ka thënë kolegëve në gjykatën e apelit Shkup se ishte i sëmur dhe se do të shkonte në pushim mjekësor, që atëherë kolegët nuk e kanë parë, ndërkaq telefonin mobil ka ndaluar ta përdorë që para rreth 1 muaji e disa ditësh.